Pra nuk mundet dikush në Dibër apo në Gjirokastër të thotë unë nuk I nështrohem rregullave të tregut shqiptar dhe unë do t'i therr baktit te trotuari I shtëpisë time. Pse? Sepse kjo nuk lejohet në Shqipëri. Dhe njësoj është raporti I gjithë BE-s me Shqipërinë në këtë rast apo me vendin që del nga faza tranzitore që nuk lejohet të bëj këtu asgjë që nuk është 100% e përputhur me rregullat e sigurisë që ka tregu. Që do të thotë që ne duhet jemi të vetëdijshëm sot për këtë dhe duhet punojmë nga sot për këtë që fermerët tanë, që sipërmarrjet tona në fshat të jenë të qartë se në rast se nuk janë gati, nuk kanë asnjë rrugë tjetër përveç se të ulin qepenin. Patjetër që e thënë kështu duket e pamundur, por po të shohësh realitetin e fshatit sot, fakti që ka sipërmarrje të cilat eksportojnë dhe nuk kanë asnjë kontestim për cilësinë e prodhimit të tyre, do të thotë që kjo është e mundur. Por ama nëse sot ky është fakt për sipërmarrjet elit të bujqësisë, nesër do të jetë fakt për çdo njeri që prodhon tomate dhe I shet në tregun e fshatit. Kaq e thellë është nevoja për transformim dhe kaq I thellë duhet të jetë mirë kuptimi